Sa i përket Partisë Demokratike, qëndrimi është i njëjtë, nuk ka votë për njeri që nuk është dinjitar për pozitën e kryetarit të Parlamentit. Prapë është njëjtë, nëse tentohet prapë që të bëhet ajo maskarada e skaluar, prapë veprimi do të jetë i njëjtë. I mbetet koalicioni që ka siguruar më shumë të ulse, lëvizjet e vendosje e guxat alternativa, që të propozoj, pastaj shohim me vend. Është çështje e vullnetit politik këtyre ajecet përpara jo. Ekzistojnë mekanizma për bashkëpunim ndërpartijak, në mënyrë të gjejmë një zgjidhje, po mungon vullneti për shkak se nuk i ka numrat për qeveri. Kjo është arsyeja vetme dhe nuk ka shpjegim tjetër. Përndryshe asnjë person i cili nuk është i denj, i cili ka qenë person i cili ka qenë përçarës, që ka ofenduar opozitën, që ka ofenduar figurat e njohura të këtij vendi, personat që kanë hudhur gaz dhe që kanë shkaktuar edhe pasoja për deputetët e opozitës në atë kohë, në fakt për deputetët e partive tjera politike në atë kohë, për mua personalisht janë të papranueshëm, mirë po ekziston mundësia që me një vullnet, me një bashkëpunim ndërpartijak të gjendet një zgjidhje të ecim përpara.